Ndryshe. Është momenti tani që Xhiban rat. O Xhiban, do të marrim Xhiban tjetër. Do marrim Xhiban tjetër pra. Do më lesh të them pas ta marrim se kur kam dëgjuar një herë që ka qenë një Xhiban tjetër aty në tjetër zonë me mua. Kam qenë një herë në Athinë, isha në plazh me një shoqe, goxha thellë, edhe dëgjoj, po ishte goxha thellë dhe natë. Dhe dëgjoj shumë ca shoka duke bregu, që kishin vajt ca shoqë të tjera. Dhe isha distancuar me këtë vajzë, dëgjoj o Xhibani dhe them, o zoti i madh, po këtu ku më gjehet tani. Edhe tani këta po i thonin ishin shqiptar dhe po thrisin një shokun e tyre. E kishin vënë Xhiban? Po i thonin Xhibani. S'ka gjë. Hiqi zilen. Jo, ça. Ka si problem. Po i kishin Xhibani më thonë, o vlla kumpe. Kumpe, se këtu nuk duhet kanë erdhur që mos duken këtu kumpe. Kanë pa Big Brother, kanë pa. Ja, atëherë kanë pas famën nga Top Festi. Tani po të them, njerëzit kanë pa Big Brother, por njerëzit jam në radio live. Njerëzit kanë pa dhe në Portokalli. Dgjoj, ta pyesim njëra të Xhibanin e vërtet si është. Puna ato. E kemi Xhibanin Portokallia? Po pasam marrin sukses, pra. Po pra. E kemi Xhibanin. Lidhemi tani nga Top Albania Radio këtu në zemër të Tiranës, shkojmë në Portokalli, në Xhiban. Ku Portokalli më? O Xhiban si je? Alo. Pse u myll më dha? Xhibani. Do të përgjigjem unë vend aty Xhibani ti. Dum origjinalin. Dum Xhibanin e topit. Dum origjinalin, ja e provojmë edhe një herë tjetër se është fantastik. Xhibani që do jetë me ne tani në telefon. Kemi përgatitur disa pyetje për të, edhe do ishim disa kuriozitete që ai Xhibani. Ti Xhibani mund ta pyesësh Xhibani tjetër. Jo, po ai. Po normal që do i flas. Xhibani që kemi këtu, nuk është aq i vërtetë sa ai Xhibani që do kemi në telefon. Ja, me sigurt. Ka fjolla i këngë thotë se ditë ka dalzoni, po ndoshta s'po kur gjë. Lidhemi. Ka ndonjë shpresë? Jo? Është mirë se e marrun Xhibanin. Merre nga telefoni jot. Po e marr nga telefoni. Okay. Po ne mbajmë emisionin që ne kemi. Po të ardh mirë që të kanë imitur në Portokalli? Po shumë. Me vërtet? Po shumë. Nuk i ke problem, kështu që imitosh. Jo, më çfarë problemi nga personazhet njohur që nuk duan të imitosh. Po mos më nxjerrin salse. Mos më nxjerrin si diçka që nuk jam. O Xhiban. Përshëndetje. Salsa nuk vëre kështu telefonin, lutem, kështu. Ashtu. Po. O Xhiban, dëgjoj. Kush është? Nga Top Albania Radio po të marrim. Po për çfarë merr telefonin mua? Kujdes mikrofonin Xhiban. Po drejt. Dëgjoj, do hysh pra në Big Brother më? S'ka shanse. Vitin tjetër. Asnjëherë vitin tjetër. Çfarë ngeli penga ty brenda që nuk bëre Xhiban? Do vi vitin tjetër se këtë vit jam shumë i zon, po merrem me fushat politik. Asnjëherë kur. Po, pas një gjuhë. O Xhiban. Do bëhem deputet i pavarur për diasporën. Asnjëherë kur. Dëgjoj, nëse do kishte rënë dashuria aty brenda, do bëhe seks Xhiban? Asnjëherë. Po jo ti, po ky. Po mos kishte kamera, do kisha bë. Vetëm që ka kamera, unë jam një njerëzëm nuk boj. Shumë faleminderit që më përfshive në pjesën e karaktereve që jam marrë me ta. Satira është nder. Shumë faleminderit. Edhe për gjupin ngjyrë gri që ke vendosur ke shkruaj fare. Ai gjupi është personazh i imit aty. Okej. O Ledio dil në zatat. Doli, tha. Xhibani shumë i mirë, falenderoj. Faleminderit, shumë Do faleminderit. të shtojmë në një ditë aty në Portokalli të vish me të dy bashkë. Me nderin më të madh, shumë faleminderit. Ledio Lago je gjigant. Dhe suksese krimtarit të mëtejshme. Faleminderit, shumë faleminderit edhe një gjë të mirë, jam admirues i yti, ndjek gjitha rolet që bën, nuk është se jam kështu jashtë talk turist që të njoh nga do bëj urim si nga ana jote, si ty do bëj urim. Ndasëm të dyve. Hajde të ngëshatë këtu. Çeve çat. Hajde, çka shkruajt, gjën diçi bona të bash. Ndasëm Ledio, faleminderit. Hajde gjithë mirë. Për çafimin, çat drejt zonë gjithë. Sot Se e bone do të punë. Çfarë? Ja do të O Ledio, çfarë do thoshe më? Mëso tekstin ke kapo thosh. Mësoj. Kam shfaqje nesër. Hajde Ledio, ciao. Portokallia vjen në datë 19 mars në orën 19 e keni shfaqjen?
Në orën 19. Në orën 19 biletat i keni online, po biletat i keni edhe në recepcion Top Channel Kashar, gjithashtu edhe këtu tek stadiumi Arena. Kam një pyetje për Xhibanin tash. Jepi. Xhiban, kujt nuk do t'i thoshe jo? Hiq Danja, se Danja ishte një histori kështu. Kujt nuk do t'i thoshe jo femrave Big Brother të tjera? Nuk do t'i thosha po asnjënës. Nuk të thoshe po asnjënës. Edhe pas Danjes nuk do t'i thosha po, po nuk do ta bëte asnjëherë. Ai do ta kuptoj njerëzit që ka qenë, un kam qenë në spektakël, kam qenë me 100 ca kamera, nuk mund të rria, normal që do bëja lojën time, normal që do çoja njerëz në situata emocionale të caktuara. Ti bëjmë ca pyetje Biku, se për ty folëm gjatë edhe ti do vish dhe her pas here se tani je jashtë. Ky rikthimi i Eglit si një lojtar gjithashtu i rikthyer në Big Brother. Si e komenton ti rikthimin? Super, si po sillet apo super që çdo gjë që u rikthy si po sillet gjitha super. Pse të duket super ty? Pse është super? Se po lufton për veten e vet, po thot ca gjëra që ka dashur mi thënë gjithmonë dhe nuk i ka thënë dot. Fakti që u rikthy, pse mos rikthehet? Se kuptoj, është shtëpia është e saj më. Është shtëpia jone ajo aty. Dgjoj, kemi dalë sipas rregullave, okay, nëse vllai më dhe lejon formati. Laerti tha një moment, po tani kështu pse çu bë kështu tha tani. Po e ka thoj Laerti tajnë tas me grosha aty të bëj sikur pastron atë banjon Egli aktiviteti që domethënë sa aktive ka qenë Egli në lidhje me Laerti s'është as kërkuan para Egli. Egli ka dhënë shpirt të zemrës aty. Egli ka nikur 30.000 ndjeksa. Po mirë, më normal se ç'është ky fenomeni? Po është fenomeni sepse fenomeni ta them unë, sa të shikojnë këtu në Shqipëri që po bën diçka tatën, që po ngren bajrak, bilande nga Mirdita themi sa herë hap shtëpi të re, të shtohen hasmit. Kështu themi. Dhe ajo po bën diçka të vetën. Nuk po bën as afër Gjesit, as afër kujt tjetër, po lufton për veten e vet, po del bajraktare, po del domethënë flamurtare vet. Po lufton për Eglin. Dhe sa herë bën ta bësh diçka të tillë, është ajo thënia e Gandit që në fillim të tallin, pastaj të luftojnë, pastaj ti fiton. Egli në fillim e kanë tall. Tani po e luftojnë dhe shumë e mundur ato garën e vet. Po Gjesin, si e shef Gjesin? Gjesi është lojtar profesionist. Asgjë më shumë, asgjë më pak, është lojtar profesionist. Mos e kuptoj lojtar për shembull, pse Gjesi në atë shtëpi çfarë bën Gjesi? Gjesi ma ka thënë mu shumë mirë te shpella se cila ishte strategjia e tij. Unë kam kuptuar pa më thënë që këtë lojë bëj, po ai po më këshillonte mu dhe unë po e blija. E bleva dhe i thash si ta bëj, duhet ta bësh kështu. Pra ai më tha mënyrën se si mendon. Dhe mënyra ai ishte futur në trekëndsha, folju që po bëjnë këta, po bëjnë trekëndsh, domethënë ka tema morali këtë. Kto janë, ka çështjet e moralit, çka ka të bëjë me moral, çka ka të bëjë me publik, po normal. E po e bën shumë bukur. Ai tani po flirton me Daniel valla. Dhe dalin fansat e tij dhe thonë, "Bravo, Kingu se e ka flirtuar ajo." Ku e ka flirtuar valla? Ai ta e din se çfarë është flirtimi apo se din çfarë është flirtimi. Se na shmenon fare. Apo mendon se kur ajo e ka flirtuar. Po mundohen Gjesti me fansat e vet tani t'ia lejnë do bie gjashtën Danja se e ka flirtuar Danja. Ç'a të bëj Danja? Të marrin një kopaqe ta rrafi. Tashi Xhibo me zgjuarsinë tënde, mpretësinë tënde dhe super lojtarin që ishe brenda. Si i parashikoj, se do të lëvizin këto gurët e shahut në ditën e vazhdim. Për shembull duke filluar nga sonte. Kemi të nominuar. Të them për, jo, të lutem, ta them. Herë Laerti do rrihet stabil sikur është edhe do kapi finale me këtë gjë. Finale besoj se do e kapi Laerti, s'ka shans mos kapi Laerti finale. Laerti ti kanë bërë sa femra kanë ardhur sa vajza që kanë shpreh pëlqejm Laertin, pse nuk është ditë që kur para se të futet, nuk është pyet asnjëra për kërkesë simpati. Kanë ardhur vajza fanset Laertit aty brenda që mundu me boloj me Laertin. Çu fillim kanë ardhur shumë vajza. Ky është një tregues thotë. Është indikator sigurisht, është indicje. Okej. Vazhdojmë. Rozana është stabile në atë stilin e vet. Finale se s'bën. Është në lojë me Gjesin? Domethënë ka një është lojë që e bën Rozana, nuk e bën Gjesti. Gjesti nuk i intereson fare. Rozana përpiqet ta mbajë Gjestin nga afër. Se Rozana e ka të figurën e motrës madhe nën, që i mban domethënë ato banorët e lojtarit, i mban afër. E ka këtë. Dhe pëlqen loja e Rozit, Xhibo? Am pëlqen loja e Rozit për veten e vet, po, sigurisht. Për veten e vet pëlqen loja e Rozit, po. Pavarësisht se jam ashtu me të, kam qanë Rozin, edhe Kertën e kam qanë. 3. Deri tani, ëh? Apo sa ishin finale? Kishim Laertin, kishim lëvizjet e. Tani Egli nuk e di deri ku do. Kush del sot Xhiban? Ja të kujtoj unë. Kush del sot? Jo, besoj se Gerta, Aldo, Rizarta, Viserlo dhe Ola. Olën dhe Rizartën i kam frikë. Frikë që mund të dalin. Po që mund dalin. Pastaj kush ishte Viserlo me këtë tjetër? Ti Salsa komandon, unë them Viserlo. Unë them kush tjetër? Unë them Ola. Aldo, Gerta, Ola, Rizarta, Viserlo. Është Viserlo. E dia e Viserlo po nuk është se nuk e mendova që është se thash
Fa ka qenë shumë inaktiv këtë kohë. Jo, nuk është puna se është inaktiv, sa ai nuk e ka mbajt njëri për aktiv atë. Mendoj që nuk ka një lojë, nuk ka një. Ai është djalli i mallkuar, atë s'kam pas nevojë sa e pan se çapo bën që futi durt aty në ushqim tjetër, atë thon budalliqe. Nuk është puna te aktiv, është Viselo është ushtar i Danjës. Ashtu, ha? Po, ushtar i Danjës. Edhe e din që është dhe i pëlqen ky roli. Nuk e di a do dalë, inshallah dalë. Nuk ka kushtim që dera e Ola sot. Unë do mërzitëm shumë po dali Ola. Ola ka bën lojë genuine. Edhe mua më Ka pëlqen. bën lojë genuine. Ai njeri i ka mbajt cigaret të fshehura, i fshite këtu e mbante cigaret fshehura për me guxu me ju thën banorëve që do më votoni mua se kam cigare, do mbeteni pa cigare. Ka bën lojë, ka mbajt fshehura, shkonin t'ia merrnin gjesti me ka strategji domethënë, ka strategji. Se ka strategji, po ka dhe disiplinën domethënë fizike, se duhet të durosh të rrish me xhupin natën, e ta vësh xhupin te këmbët që mos të ta vjedhin, mos të vjedhin cigaret natën, ajo është ushtarollik. Jo, përveç asaj unë mendoj që është shumë lozonjare. Fjala strategji është pjesa teorike e fjalës stratos. Fjala strategji vjen nga fjala stratos, ushtri. Kështu që po si ushtar me disiplinë ushtare. Ajo ka bë sjellje, është dhe stratege, por ka bë edhe pjesën e ushtarit, se janë shumë që kanë strategjinë, por nuk kanë disiplinën fizike, nuk kanë ushtarin brenda tyre. Po ajo është dhe ushtari brenda saj. Kështu që nuk e meriton të dalë Ola. Unë do doja të dilte Viselo. Pas Viselos do doja të dilte Rizarta. Që të duket sikur ka një histori me Aldon apo? Kush? Rizarta. Ka një lidhje? Rizarta. Pa çka ka Rizarta, pash atë videon aty në TikTok, atë mund të jetë. Që nuk kam fuqi, se dia keni parë videon. Atë pra që the ti. Ajo më shtrëngon? Po. Atë ka Rizarta. S'ka gjë Sa tjetër. mirë merrni vesh ju. Nuk është gocë keqe, valla shumë gocë mirë, po. Është shumë e mirë. Po mënyra se si bën moral, sigurisht din se ja tha. Thot i shoqja ime s'është profesion. Gocë mirë. Gocë mirë, s'është profesion gocë mirë. Kush tani shoku im e di çfarë thot Nurthi që e përshëndes shumë. Erdhën ca goca një ditë diku ku ishim edhe nuk ishim dakord me njërin edhe tha Nurthi, ha, tha kjo është gocë mirë, se po i thoshte është gocë mirë, lutem mos e kështu, mos e kthe, ha, tha është gocë mirë, ha, tha hajt apo e marrim se është gocë mirë. Gjibo, të dëgjojmë finalistët e tu. Po, finalistët e mi janë Lajrti, Rozana, Gjesti, Gerta, pastaj unë du t'jetë Danja dhe du t'jetë dhe fituese, por jam midis Eglit, Loredanës dhe Danjës. Seriozisht? Loredana në finale? Edhe Loredana në çon finale? Po, absolutisht. Po Jozi krye fjalën. Jozi krye fjalë, kisha harru Jozi krye fjalën. S'na the asnjë gjë. Jo, s'thash asnjë gjë, se e morën një natë para, i kishte marrë një vajzë telefon, i kishte kërkuar numrin tim, i kishte thënë ky nuk e di, nuk e njoh Xhibanin, ne për ditën e bashk. Ç'a thu? Po, pastaj i tha Danjës në syt tim, i tha që un para teje jam me Xhibanin, jam me Banin, bile mora i putha dorën në mënyrë vllazërore, i putha dorën këtu, më puthi dorën, e pastaj vajti Bani skem me Danjen që hypi Danjen në qaf, e kthyn bashkë, e vajti Bani dhe skem ke dushi në syt tim, duke di që unë lojën, unë po i tha Danjën ti që s'bën lojë me mua, të tilla lojra, sepse nuk do të burnore kjo po thua. Ti nuk, s'është burnore kjo. O valla, unë e qyta besprem. Unë kam, domethënë që të arrita quhen besprem, unë kam Jozin e kam gjanë, se e kam nip mirdite. Domethënë të arriti thëm Jozit besprem, nuk e kam shëlmuar asnjëherë Jozin unë. Jozi ka qenë i vetmi që në tavolinë të Krishtlindjeve kur gjithë tavolina më ka sabotu me të parë Lart Gomarin, që unë përpiqesha të thosha atë lutjen dhe ky vazhdonte o Xhiban më ndërprisnin, Jozi ma ka mbajt lutjen deri në fund mua. Jozi ka dhënë shenjat e unë, ka dhënë prova që është besnik. Po aty ajo gjë që bëri, mos ka pëlqyer fare. Kështu që a shon finale, Kush e fiton? Pagaj Nati se shon finale. Kush e fiton? Danja. Ninja. Nuk e vetmi që thua këtë, si vetmi. Çfarë ta fitoi Danja, vëlla? Kush ta fitoi? Gjest analfabeti. Kush ta fitoi? Ta fitoi. Ti shpara super lojtar, super personazh. Jo, një gjë tash, super lojtar deri diku, po jo me fitu Big Brotherin tani, mos menemi. Kush thash, unë nuk thash se është super lojtar, super. Shpar mos e, është super profesionist. Gabim që është, jo, thash, është lojtar profesionist. Fjalën super nuk e përmend asnjë. Jo, lojtar profesionist. Është lojtar profesionist. Këtë thash unë që është më i mirë këngëtar apo lojtar. Edhe po vjen nga forma tjetër, është më i mirë, është edhe këngëtar i mirë dhe lojtar i mirë. Nuk them se është i drejtë ose i njerëzor. Po lojtar profesionist është. Kurse pse them unë që kush ta marri, po mos ta marri Danja. Lajrti rikot. Danja ka lëviz komplet dinamika e shtëpisë, u bë nami, edhe ishte njeriu që duke më pak. Edhe u bë nami. Lajrti la Valbonën, merrej një shqiptari e tër, sepse nuk i afrohet më Lajrti Valbonës. Pse nuk i afrohet? Ha pse? Po nga Danja valla. Pse pëlqente Danja thua? Me vërtetë, po nuk ka shans. Gjithë meshkujt e shtëpisë janë manit nga Danja. Nuk ka shans kush thot diçka të kundërt është duke gënjur.
Të gjithë. Jo që lindte Loredanën gjithë ditën vetëm me net Mapadanjës. Tani kam dhe nuk i ka afru Danja nuk i ka heq me Po. me shtop energjinë e mirë me ka valla se shndrit, valla ke qef ti rish afër. Kjo është ti vazhdon flet gjithë ditën për top për Danjen jo. Jo për Danjen, për Bigun. Se thash për topin, po për Big Brother? A flas gjithë ditën për Bigun? Jo, unë nuk flas gjithë ditën për Bigun, unë gjithë ditën flas edhe për Bigun. Flet edhe për Bigun. Flas, po sigurisht është pjesë e ime, kam gjan. Një mesazh kështu në fund fare siç e hape pa të pyet, mylle pa të pyet. Okej, faleminderit. Mesazhi im është ky. Ju faleminderit shumë që ishit kaq të mirë me mua, që më dhat mundësinë me fol kaq shumë, me shpreh veten time dhe që nuk më bët sabotazh me pyetje të cilat sugjerojnë përgjigje. Ska shanse ke emision jon. Më shumë grot, shumë faleminderit që më dhat mundësi. Faleminderit ty. Sepse më fal, parimi fjala e lirë. Parimi fjala e lirë, më dhat fjalën e lirë, dhe çfarë tjetër më shumë mundoja. Kur do të koncerti jot? Atëherë faleminderit, po koncerti im tjetër nuk e di se kur do jetë sepse organizatorët këtu po më bëjnë interesantin. S'prit nuk prish mua, le të vazhdojnë ta bëjnë. Unë do krijoj material, kam 5 videoklipe, 5 këngë vinë nga Gjibania, Landi Max Productions. Edhe sigurisht me ndihmën e Zotit edhe te topi. Faleminderit që ishe, shumë suksese dhe do vish tu pastaj ti prezantosh, ti promovosh. Dhe ju pres gjithë vetë të më shikoni te Prime sot, nuk do është se do jem shumë aktiv. Do jesh Prime sot? Po jam për Prime. Unë thash ka ardh Gjibani vesh me këmish, po na respekton. Jo, për zotin, jo, e di çfarë. E di çfarë ndodhi. Thjesht kur erdha nga Anglia para 3 ditë, erdha me një veshje të tillë, pak a shumë. Dhe bëra një rinovim, vajta këto i kisha pantallonat, i kisha kusti kisha, kurse këto e mora te Tegu. Si rrall herë ky është veshur kështu. Po, është gjithmonë ta dinit nga 2008 deri në 2014-15 sa shumë jam vesh kështu. Po jam vesh shumë. Po në Shqipëri nuk rri kështu. Në Shqipëri jo, në Suez se janë lajme. Faleminderit Gjibani, ju takojmë. Shumë faleminderit. Ciao.